në trup mbi 18 plaga, është e vërtet, bujar? Po, i kam. I kam edhe i mbaj me krenari, e di pse i kom marrë. Gjatë luftës, gjatë kohës periudhës luftës, do me thonë, kam marrë plak ndryshme deri në atë periudhën, deri dhe sa mu ka hapë varri për zgjalli, po ka dorë zoti që... Kanë hapë varri për zgjalli? Po, ish ofenzive dhe nuk ishim shumë kohë. Faktikisht edhe më marrë me shumë procedura që duhen masanej, po plagën e 6 qershorit që kom marrë bashkë kur mu kanë vra dhe 2 shok të mitë, Burim Mustafa edhe Shpend Malaj që kam qenë edhe bashkë luftëtarë me ta, po i kom pasë edhe njësi temen. Dhe më thonë ka qenë plaga ma e rona që kom marrë gjatë. Kom marrë dhe plagë tjera, po jo ka qenë ma e rona pak, për shumë arsye se kam hub gjakt shumë. Kam qenë i shkum kogja shumë. Edhe atëherë gjatë bërimi ka vdek në Nërvan, Shpendi kem rrinë me to deri në spital, po Shpendi ka qenë kogja rrët një plagu, su më rëndësone. Edhe Shpendi nuk mujti me mbjetu, dikon ka ora 12 natës veç vdeq. Kam rrinë Ramushi deri në spital, ushtarak që kem pas në atë kohë të improvizum në fshat, po dashti zoti që i ka thonë hapni varet edhe lëni hazër, hapni 2, një për bërimin, një për Shpendin, edhe një lëni hazër se bojari s'po dihet apo pështana jo. Kush ka thonë kështu? Ish kryeministri Ramush Haradinaj? Po, edhe faktikisht varin tam e kanë zonë tash dëshmori i Kosovës Enver Dobraj. Lavdi gjithë dëshmorëve. Edhe ka vdek katë natë, edhe unë dashti Falë zoti zotit je gjallë. Edhe liresh mu me thonë që dhe me thonë Xhezile Xhalia ekziston dhe me thonë edhe kështu. O plagë që i kom marrë unë janë pak të papërshkrume edhe të mjek kanë qenë të papërshkrume. Ki mësi pak po? Kom snajper të marrën on përtej, dalun. Dhe me thonë këtu të kjo pjesa këtu? Po, kom këtu të marrën edhe ka dalë këtej. Dhe me thonë ka debërtu on përtej. Po fatëbërsisht nuk em ka prej ka zgju as kështu. Po ishë problemi të mjekët, se ishë ofenziva e gushtit e 98-ës edhe ishë problem me siguru mjek në atë kohë. Ramushi dojke me më leviz, me më qitë ose në Shqipëri ose dikun. I thash jo, bone një zgjidhje tjetër se nuk levizi. Atëherë ka ra në kontakt me disa mjek edhe një për tyne ka qenë edhe shoqëri me Majpejes, që shë Majman tash në atë kohë. Selmon Berisha i fshatit aty afër neve i Rëzniqit, edhe me ta ka ardhë, me kryqin e kush ka ardhë edhe Selmonin i kishim prezent, doktorin aty, po ka ardhë Shpëtim Rova i Ndjerit, tash doktori që ka ranë Mina. Kanë bo 3 ditë me kryqin e kush më ardhë, deri me pa gjendjen e njoflës a është e thyme, se nuk u di ka është e thyme, na i kishim rengenet, i kishim gjitha, po s'kishim staf mjaftushëm mjekve në atë kohë. Edhe në ardhë kanë pa, dhe me thonë mas një mborë rengenet, atë tu mas një jave kanë pa që, dhe me thonë njofla nuk është e thyme, veç një pjesë e ka ka dalë njoflës, edhe një dhëm e ka hekë. Edhe atëherë unë i pashtu këshyrë edhe një farforme e lujshin kryt atin. Edhe që ka adin, se nuk e disha asë që ka, se s'mush asë me folë shumë, se i kisha krejt lidhën. Thëshin nuk ka mundësi me hi plum i kështu edhe me dalë edhe mos me bo asë një dëmë, kjo është më shkru në liber të genisit një farforme. Po, kom edhe plagë tjera. Plagë tjera ka i ki bujarë kom qafe, kom pjesën e komës, pjesën deri të kuki ka, dhe me thonë shumicën i kom pjesë të halam rënda i kom. Pjesë granatës? Granatës e të këtyne, në qafe kom ende më rënda në e baj. Kom fishek maron që kanë depërtu. Këtë në qafe ki pjesën e granatës, Po, ende. E kom afer arterjes kështu edhe ma kanë preferu që mos me hinë në ashtë në operacion. Po, nuk është shumë që mundet me bo domë, se e ka bo vendat e vetë, ashtë i kanë bo, nuk levizin ma shumë, po është ma rëzik në ashta me hi me operu se me leon aty ku është. Po, shto. Falë zotit je gjallë, që qërë. Nga tërkit je për bujarë, bravo. Bujarë, se e fillum kështu pak si shëshnesht, po si ke fillu dhe me thonë me
kur ke dëgju për herë të parë për këtë, domethënë, Mbështrimën Shërimtare të Kosovës edhe për informacionet që se ti, nëse s'gaboj, keni jetu bashkë me një shtëpi me Kryeministrin Ramush Haradinaj. Po, jem konë një shtëpi, jem rrit bashkë, edhe dikun të viti 93-94 jena ndasi gjithë Si krejt dy njoja. shqiptarët. Edhe unë kam qenë, Loni ka qenë pak maj ma se unë në moshë. Dhe me thonë, a i ka qenë